إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Vëllazit mirë, sonte me lejet Allahut subhanahu wa taala do ta marrim librin e Xumas. Librin e Xumas nga Muwatta e Imam Malikut, do thot hadithet që kanë të bëjnë me namazin e Xumas nga Imam Maliku. Të shikojmë a kemi vllain ton muslimin këtu po. Ose jemi peshtojmë tani. Edhe i lexojmë ka Xumaja është prej veçorive të këtij ummeti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith të vërtetë që ummetet para neve e kanë humbur Xuma, nuk e kanë ditë kur është Xumaja. Dita e Xumas dhe jehudët e kanë marrë të shtunën, ndërsa krishterët të dielën, ndërsa ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala i ka begatuar ta dinë Xuman dhe ta madhrojnë Allah subhanahu wa taala ditë me namaz të Xumas dhe me do të thonë me lexim të surat Kahf e gjëra tjera. Mirë po, thot këtë ditë të Xumas thot Allah subhanahu wa taala ka veçuar ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me të. Xuma do thot ka kuptimin nga xhamaa, do thot që thot arabisht tubu të pe. Sa është edhe fjala xhamat. Xhamat do thot grupi njerëzve. Prej kësaj është thot, prej kësaj fjale dita e tubimit, kur tubohen njerëzit tubohen në namaz të Xumas. ابدأ يا شيخ مصلح بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الجمعة. باب العمل في غسل يوم الجمعة. عن مالك عن سميه مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقران، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Si thash do thot libri është libri i Xumas. Pastaj kaptina thot al-amalu fi ghusli yawm al-jum'ah, si të veprohet thot me larjen ditën e Xumas. Dita e Xumas thot prej veçorive të saj është ashtu edhe që muslimani duhet të lahet në ditën e Xumas dhe të shkojë sa më herët në namaz. E përmendi këtu hadithin e Abu Huraira radhiyallahu ta'ala an, hadithi që është hadith sahih që është në Buhari dhe Muslim, ku pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë kush lahet ditën e Xumas ashtu siç lahet nga gjunuplaku, siç thotë larje të plotë, siç lahet muslimani nga gjunuplaku. Kush e bën këtë larje? Pastaj thotë shkon në orën e parë. Shkon në orën e parë thotë, është sikurse të bëj kurban një deve. Si të bëj kurban një deve. Kur shkon thotë në orën e dytë thotë si të bëj kurban thotë një lup. Kur shkon në orën e tretë është sikurse të bëj kurban një dash me bril, me dash me brim. Kur shkon në orën e katërt, është sikurse ai që bën kurban
një pul. E kush kanë thot në orën e 5 thot është sikur se dikush që e bën kurban një vezë. Dhe kur të dal imami thot, kur të hyj do thot imami dhe vjen imami thot, atëherë thot vinë me laçet dhe e dëgjojnë dhikën e përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. E këtu thot është në hadith, qëllimi është që të nxitohet me faljen e namazit, të nxitohet me shkuarjen në namaz të xhumas, të nxitohet me shkuarje në namaz të xhumas. Dhe kjo është sikur se të ndahet koha në mes të lindjes pas lindjes së diellit deri në xhumë, të ndahet në 6 orë. Të ndahet në 6 orë, nga se pejgamberi sa kush shkon në orën e parë, kush shkon në orën e dytë, kush shkon në orën e tretë, sikur se të ndahet në 6 orë. E ndarja në 6 orë është qëllimi thotë sikur se të ndahet xhumaja thotë në 6 orë, qëllimi është si të ndahet xhumaja në 6 orë, do thotë të ndahet xhumaja në 6 orë, siç e thash në fillimit, sikur se të bëhet ajo namazi ose të dahet në 6 orë. Kush shkon në orën e parë, thotë për shembull lindja e diellit është në ora 7, xhumaja është në ora 12. Atëherë prapë kjo distancë dahet në 6 orë, në 6 njësi kohore. 6 njësi kohore, nuk është qëllimi 6 orë 60 minuta shen, ose 5 orë 60 minuta shen. Por të ndahet në njësi kohore, nëse për shembull verës, njësia është më e gjatë, dimrat janë më të shkurta. Thotë është prej qëllimeve të xhumas të shkohet sa më herët në xhumë, sa më herët në namaz të xhumas. Edhe un kam pa raste të njerëzve që shkojnë në xhami, në xumë, thotë prej orës 8 ndoshta, ose prej orës 7, prej orës 9, që në xumë, e presin xhumën dhe nëse ti qëndron në xumë, duke prit xhumën, je sikurse ai që e fal namaz të rkohen. Po ashtu duhet të lahesh, në fillim të lahesh për namaz. Pastaj këtu për pejgamberin sa që ka përmend këto vlerat, janë thotë vlera e sa shpërblim të madh ke për këtë punë. Ti tash mjafton ta dish se sikurse dikush që prin një deve bën kurban për Allah subhanahu wa taala dhe e shpërndon mishin e saj. Një deve sa bën? Një deve me çmimin e sotshme bën 2000 euro për pjetë. Një lop bën 1000 euro. Një dash me brinja të mira, sa ai kushton 300 euro, 400 euro, ndoshta një dash i mirë, i madh. E kështu pejgamberi sa ka thonë, e ka përmend që në këtë si shpërblimi kanë ata që shkojnë sa më herët në namaz të xhumas. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. نعم. Tani Imam Maliku transmeton nga Said ibn Abi Said al-Maqburi, nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, që ka thënë larja për ditën e xumës, larja për ditën e xumës është obligim për çdo njeri që ka hyrë në byllëk, për çdo musliman që ka hyrë në byllëk, ka arrit moshën e pjekurisë, sikurse që është obligim larja nga gjunëfllaku, siç është obligim larja nga gjunëfllaku. Larja të ditën e xumës është prej suneteve të xumës, nuk është obligim, farz. Mirë po është prej suneteve dhe prej gjërave të mira të bëhen ditën e xumës, për shkak që të jesh në pozitën më të mirë dhe të jesh i pastër dhe i përgatitur plot për këtë bajram të javës. Nëse xhumaja është sikurse bajrami që vjen 2 herë në vit, mirë po ky është bajrami i javës. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق
فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. Tani Imam Maliku rahimahullah transmetim tjetër nga Ibn Shihab, Imam Zuhriu, nga Salim ibn Abdullah, Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, që ka qenë dhe Salimi ka qenë biri i Abdullahit, Abdullahi ka qenë biri i Umerit radhiyallahu ta'ala an, thot që një njeri thot ka hyrë në kohën thot në kohën e Umerit radhiyallahu an. Tash Salimi nuk e ka dëgju Umerin, nga se ka pas gjysh, mirë po ka lind pas thot nuk e ka pa Umerin radhiyallahu ta'ala anhu. Salimi do thot Salimi transmeton këtë hadith, do thot transmeton ka qenë prej tabinëve. Mirë po Salimi thot nuk e transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është mursal. Mirë po ka transmetime tjera që që është lidhur ky hadith. Sidoqoftë, kjo tregon që në kohën e Omerit radhiyallahu an, do të ka hyrë një nga sahabite e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhamit, kur Omeri ka qenë duke marrë hutbën. Dhe ka thënë, çfarë orë është tani, çfarë kohë është tani? Ka thënë, o Emirul Mu'minin, ka thënë, isha në pazar, dhe dëgjova ezanin, dhe nuk bëra gjë më shumë tjetër se sa mora abdes dhe erdha, nga pazari drejt këtu. Atëherë thotë, a veç me abdes i ka thënë, a nuk e dije se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar të lahemi. E ky është argument që larja ditën e xumës nuk është obligim, por është sunnet, është punë e mirë. Se po të kishte qenë obligim, Omer radhiyallahu do ta urdhëronte të kthehej e të lahej pastaj të vinte në xumë. Mirë po, i ka thënë, kështu kjo është tregon që nuk është obligative larja në ditën e xumës, por është punë shumë e mirë, është punë e mirë. E ky sahabi që është vonu, do thotë, ka ardhur kur ka filluar Omeri hutbën, ka qenë Uthmani radhiyallahu anhu. Uthmani radhiyallahu anhu shka në transmetime tjera. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. Prapë transmeton një hadith nga Ebu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'd ibn Malik ibn Sinan rahimahullah, që ka thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, larja në ditën e xumës është obligim për çdo njeri që është në bylyk. Çdo njeri që e ka mri bylykun, për çdo punë që e ka mri bylykun është obligim larja në xumës. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. نعم. Tani transmetim tjetër nga Abdullah ibn Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur të vi dikush në xumë, thotë le të lahet. Kur vi dikush për xumë, le të lahet. Imam Maliku rahimahullah duke u bazuar në këtë ka thënë që kush lahet në fillim të ditës, mas sabahit për shembull, e për këtë thotë e ka për qëllim larjen për xumë, ky pastrim thotë nuk i mjafton ose nuk llogaritet si lëmje për xumë. Nga se pejgamberi sallallahu në hadithin e Abdullah ibn Umerit ka thënë, kur vjen dikush për xumë, le të lahet. Qëllimi e thotë i Imam Malikut rahimahullah është thotë që larja duhet të bëhet kur nisesh për xumë, thotë. Për shembull, e ke qëllim që xumë me shku në ora 10, me shku në 11. Atëherë shkon lahesh para se mu nis,
pastaj si të mbaron, si të përfundon namjen, shkon drejt në xhami. Kështu është mendimi i Imam Malikut rahimahullah. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال يحيى قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. نعم. Pastaj Imam Maliku rahimahullah thot kush e ka qëllim thot të lahet ditën e xumë, me qëllim të shkoj herët apo të shkoj më vonë, të qëllimi thot nëse lahet në fillim ditës, e shkon më në xumë apo në pak më vonë, e shkon drejt në xumë, pastaj thot i prishet abdesi. Thot nuk ka nevojë të bëj gjë tjetër përveç se të marr abdes pra. Përveç se të marr abdes prap, thot nuk ka nevojë të lahet sërish, nëse ju ka prish abdesi. Barakallahu fik. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. نعم. Tani Imam Maliku rahimahullah përmend kaptin thot çka ka ardhur për në heshtje kur ditën e xumës kur imami mban hutbën. Kur imami mban hutbën, çka ka ardhur për atë se si duhet të heshtim kur imami mban hutbën. Ebu Huraira radhiyallahu anhu transmeton nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që ka thënë, nëse i thua shokut tënd hesht, shuj, nëse i thua shuj, hesht, kur imami është duke marrë hutbë, nëse i thu dikujt që bën zhurmë ose flet, shokut tënd afër i thu hesht, shuj, kur imami është duke marrë hutbë thot, faqad laghaut thot, të ka humb vlera e xumës, të ka humbur vlera e xumës dhe ke fol me ato që s'ke nevojë të flasësh. Prandaj kur imami mban hutbën, muslimani nuk bën të flas asgjë. As t'ia kthej dikujt selamin, as të sallallahu alaihi wasallam, asgjë. As dhikr asgjë të bëj kur imami është duke marrë hutbën. Përveç nëse ka nevojë diçka t'i thot imamit drejt, të flet drejt me imamin, ka transmetime se bën të flitë drejt me imamin, siç ka qenë veprimi i pejgamberit Umerit radhiyallahu ta'ala anhu me Uthmanin. Kur e ka pa Uthmanin, i ka thënë pse u banove tani, edhe Uthmani ju ka përgjigj drejt Umerit radhiyallahu ta'ala. Po ashtu është hadithi që pejgamberi sa ka qenë duke marrë hutbën dhe ka ardhur dikush u aku pejgamberi sa që s'ka ra shi, nuk ka ra shi kohë gjatë, edhe pejgamberi sa ka bë dua për shi. Pastaj kur e kam falë xumën, ka filluar me rashi i madh, nuk është ndërprer deri në xumën tjetër. Xumën tjetër ka i njëjti apo dikush tjetër i ka thënë ja Rasulullah, ka thënë është rrezik më na shkatru baktia, më na shkatru të mbjella çdo gjë për shkak të shiut të madh. Atë pejgamberi sa ka bë dua që të largohet shiu dhe të për rreth Medinës. Këto dy raste do të jenë argument që bën të flitet drejt për drejt me imamin. Bën të flitet drejt për drejt me imamin nëse ka nevojë. Përndryshe jo. Ekmil. أحسن الله إليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. نعم. Tani është një transmetim tjetër nga Tha'laba ibn Abi Malik al-Quradhi, që ka qenë që thotë është thotë a ka qenë ka kundërshtim, a ka qenë sahabi apo jo. Ky thotë që në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu thotë e falin xumën, thotë faleshin derisa dilte Omeri. Faleshin derisa dilte Omeri. Qëllimi thotë kur të hin dikush ditën e xumës në xhami,
falesh, vazhdon më fal, s'është problem. 2, 4, 6, 7, 6, 8, 10 recate sa të mundesh më fal. Derisa të hyj imami. Kur të hyj imami dhe të ulet në minber, thot uleshin, ndërprejmë namazin, dhe fillonin të thirrin ezanin muezina, që muezini se ka thras ezanin. Dhe thot kur muezini thret ezanin, thot flisnim diçka me një tjetër. Ndërsa kur heshte muezini, thot mbaroi muezini dhe u ngrit Omeri të mbaj hutbën, thot heshnim, shunim ndëgjonim hutbën. Dhe nuk fliste askush nga ne. Atëherë thot Ibn Shihabi, Imam Zuhriu rahimahullah ka thënë, thot dalja e imamit, thot ardha e imamit në xhami, thot është ndërprerje e namazit. S'ka më namaz nafile kur të hyjnë imami ose hip në minber. Ndërsa folja e imamit kur fillon të flas imami me të ndërpritet të folurit. Zbon me fol më derisa ta mbaroj hutbën imami. Ekmil barakallahu. الله إليكم. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. الله أكبر. Tani e transmeton një thënie e transmetim nga Abu Nadr që Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu thoshte në hutbë dhe vazhdimisht thot rradhën nuk e lënë të pa e thënë këtë punë. Ka thënë çka ka thënë Uthmani radhiyallahu ta'ala thot kur të ngritet imami të flet të mbaj hutbën ditën e xumë, thot ndëgjoni dhe heshni. Nga se ati që hesht dhe nuk dëgjon, ka shpërblim sikurse ai që hesht dhe dëgjon. Qysh kuptohet kjo? Kjo kuptohet barakallahu fik në xhami të mëdha, në kohën kur nuk ka pas zmadhues të zërit. Nuk ka pas zmadhues të zërit në xhami. Sistemet të zërimit në xhamia që kanë përcjell zërin e hatibit, atij që mban hutbë. Prandaj Uthman radhiyallahu anhu ka thënë që nëse ti hesht dhe imami mban hutbën, edhe nëse nuk e dëgjon imamin, e ke shpërblimin sikur dikush që është më afër imamit e dëgjon imamin, mirë po është hesht. Njëjtën shpërblim e ke. Prandaj thot kur të falet namaz, kur të bëhet ikameti për namaz, thot rregulloni safat dhe afroni krejt me njëri tjetër, afroni, lidhuni në safa. Nga se plotësimi dhe drejtimi i safave është plotësim i namazit. Dhe nuk bënte tekbir, nuk thonte Allahu Akbar, derisa t'i vinin disa njerëz që i kishte detyru, i kishte dërgu që t'i rregullojnë safat. Edhe i tregonin se janë rregulluar safat, pastaj bënte tekbir. E shihni Uthmani çfarë veprimi ka bërë. I ka angazhuar disa njerëz që t'i rregullojnë safat. E ashtu duhet të bëhet. Imami duhet t'i rregullojë safat. Ato që ka mundësi, ata që i sheh, nëse nuk ka shtje, i dërgon njerëz, angazhon punëtor të xhamisë që t'i rregullojnë safat, që njerëzit të jenë mirë në saf, pastaj thot bënte tekbir, pastaj thonte Allahu Akbar, Uthmani radhiyallahu ta'ala. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. نعم.
thot e transmeton tani një transmetim nga Abdullah ibn Umeri, që thot ai ka pa dy njerëz duke folur. Thot kur imami mbante hutbë ditën e xumës. Ditën e xumës thot. E çfarë ka bërë thot Abdullah Umeri thot, i ka marrë thot disa guraleca, thot i ka hedhur me guraleca me qëllim që ata të heshtin. Me qëllim që ata të heshtin. Ky veprim i Abdullah ibn Umerit ka qenë sipas mendimit të tij, mirë po mendimi i tij ka qenë i gabuar. Nga se nuk është ndaluar vetëm heshtja, nuk është ndaluar vetëm të folurit ditën e xumës, nga sa ai s'ka folur, si ka thonë shumë heshtni, nuk i ka thënë atë, po i ka folur me dur. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, "O men massa al-hasa faqad lagha." Edhe nëse luan me guraleca ose vetëm i prek guraleca thot, e ke humbur shërbimin e xumës, e ke humbur shërbimin e xumës. Prandaj edhe ky veprim nuk bëhet të bëhet. Edhe ky veprim nuk bëhet të bëhet. Mirë po, nëse i sheh imami, ai i vërteti i thot, heshtni, mos flisni. Ndërsa nuk i takon dikujt prej xhamatit, t'ju flas atyre. T'ju flas atyre. Ekmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. Tani Imam Maliku thot ka arritur ka dëgjuar se një njeri ka të shtit ditën e xumës kur imami ishte duke mbajtur hutbën. Thot një njeri afër tij i ka thonë yerhamukallah. Nga se obligimi musliman dhe muslimanët është kur dikush të shtin dhe thotë elhamdulillah ti thuhet yerhamukallah, Allahu të bëft rahmet. Dhe e kanë pyet Said ibn al-Musayyib për këtë punë, thotë e kanë ndaluar dhe ka thënë mos e bën këtë punë, mos e bën më në të ardhmen. Edhe nëse kush të shtin, mos thotë as ky elhamdulillah, as dikush që dëgjon mos i thotë atij yerhamukallah. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. Malik u thot që ka pyet Ibn Shihabin për të folurit ditën e xumës kur imami zbret nga hutbja. Kur imami thot e kryen hutbën, zbret për të shku para se të bëj tekbir, para se të bëj imami tekbir dhe të fillojë namazin. Ibn Shihabi ka thonë s'ka gjë të keqe këtu, nuk ka gjë të keqe këtu, nëse ka nevojë të flitet s'ka gjë të keqe. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. باب في من أدرك ركعتين يوم الجمعة. عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي سنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. نعم أحسنت بارك الله فيك. Maliku transmeton nga Ibn Shihabi që ka thënë, thoshte Ibn Shihabi, thotë Imam Zuhriu, thotë kush e arrin një recat nga xhumaja, thotë le të falë edhe një tjetër pastaj. Dhe kjo ka thënë është sunneti. Pastaj Maliku ka thënë nga se kjo është ajo që i kam arrit dhe i kam pa ulemat e vendit tonë duke bërë kështu, ulemat e Medinës duke bërë kështu. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush e arrin një recat nga namazi e ka arrit namazin. Kush e arrin një recat nga namazi e ka arrit namazin. Thotë ti nuk e ke mri hutbën, por e ke mri vetëm një recat nga namazi i xumës. Recat dytë ke mri. Çka më bë? Kur t'jap selam imam ngritesh e fal edhe një recat. Nuk bën siç thonë do që nëse nuk e ke mri hutbën, llogaritet që nuk e ke mri xhumon fare dhe e plotson si kurse drejt, i plotson edhe 3 rekate. Jo. Nga se kjo është veprimi që duhet të bëhet dhe kjo është ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akmil barakallahu fik. قال يحيى قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد رفع
فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا 4. نعم. Imam Aliku tani po tregon një rast ku mund të mbushet xhamia me plot njerëz. Siç ndodh në vende ku xhamia mund të jetë në vend të ngushtë, ka shumë njerëz në xhami, është mbush shumë xhamia, nëse është ka shumë kallambëllak, ka shumë tollavi në xhami. Dhe ka bërë ruku, ka rënë në ruku. Pastaj s'ka mundësi të ngritet të bëj sejdë derisa të ngritet imami. Ka bërë ruku, pastaj është bërë shumë kallambëllak, s'ka mujt me bërë sejdë, nuk ka mujt me bërë sejdë. Ose derisa imami ka mbaruar namazin, çfarë më bëhet? Nëse ka mundësi me bërë sejdë, le të bën sejdë. Dhe nëse s'ka pas mundësi. E nëse nuk ka mundësi, derisa imami ta mbaroj këtë, unë e kam mendimin që më mirë është ta filloj ta fal namazin si drejt, namaz të drejtës, nga se ka qenë shumë tollavi e madhe. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. قال يحيى قال مالك من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي 4. نعم. Kjo është kapitulli tjetër ku thotë fi men ra'afa yawm al-jum'a. Çka ndodh me atë personin që i del gjak nga huna, ditën e xumës. Ditën e xumës se del gjak nga hunda, ditën e xumës çfarë të veproj. Imam Aliku ka thënë që kujt i del gjak nga hunda, ditën e xumës, kur imami është duke marrë hynbe, edhe del, edhe nuk kthehet derisa ta mbaron imami namazin, atëherë i fal 4 rekate. Ka qenë duke fal, i ka dalë gjak, ka dalë për me marrë abdes me pastru veten, kthehet, kështu vepron. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. قال يحيى قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما إنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. أكمل. قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. نعم. Tani prap Imam Maliku ka thënë ai i cili bën një rekat me imamin. Pastaj thot i del gjak nga hunda, edhe del nga namazi. Dhe kthehet, imami ka mbaru 2 rekatet. Atë le të plotson edhe një rekat nëse nuk ka folur gjë. Do thotë qëllimi është ka dalë nga namazi dhe nuk ka fol me asgjë, vetëm ka ndrua abdesin apo është pastru, pastaj është kthy. Dhe imami ka mbaru. Çfarë bën thot? Vetëm çka bën? Thot vetëm kthehet dhe nëse s'ka folur me asgjë, kthehet dhe plotson namazin ato ku ka qenë. Ato ku ka qenë. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. Edhe tani thot që Imam Aliku po ashtu ka thënë, ai që i del gjak nga hunda, apo ka nevojë të dalë nga namazi për diçka, qëllimin thot ose ka prish abdesin apo diçka, thot nuk ka nevojë të kërkoj nuk ka nevojë të kërkoj leje nga imami ditën e xumës nëse ka nevojë të dalë. Këtë parim Imam Maliku rahimahullah ka pas bazuar në një hadith të dobët, që thot ku te godit thot gjaku i hundës apo diçka tjetër, thot le të vazhdojmë të dalë pastaj të vazhdojmë. Mi po s'ka bazë nuk ka ndonjë hadith nga Rasulullah sallallahu për këtë bazë. Dhe duhet ditë se dalja gjakun nga huna nuk është një gjë që e prish namazin, nga se nuk ka bazë, nuk ka hadith të vërtet nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për këtë punë. Dalja gjakut pakët apo të thjesht edhe nga huna disa pika, nëse dalin nuk e prishin namazin dhe nuk e prishin abdesin, dhe s'ka nevojë të dilet nga namazi. Ekmil barakallahu fik.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. أكمل. قال يحيى قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى. وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عن العمل والفعل. إنما عنا العمل والفعل. طيب. Imam Maliku rahimahullah tani thot çfarë ka ardhur për nxitimin ditën e xumahit. Nxitimin, çfarë qëllimi me fjalën Allah subhanahu wa taala "Fas'au ila dhikrillah". Kur Allah subhanahu wa taala ka thënë o ju që keni besuar, Imam Maliku është pyet thot, o ju që keni besuar, Imam Maliku thot e ka pyet Imam Ibn Shihabin Zuhriun për fjalën Allah subhanahu wa taala "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'". O ju që keni besuar, kur të thirrët për namaz ditën e xumahit, fas'au, nxitoni në drejt dhikrit të Allahut, nxitoni drejt dhikrit të Allahut. Çfarë qëllimi me fjalën sa'i? Sa'i këtu thotë nxitim, të vrapohet, të nxitohet apo çka qëllimi? Thotë Ibn Shihabi ka thënë Umar radhiyallahu anhu thoshte për këtë fjalë idha nudiya lis-salami min yawmil jum'ati famdhu ila dhikrillah. Ka thënë shkoni te përmendja e Allahut. Qëllimi shkoni thotë jo më nxitim, nga se nuk bën të nxitohet në xhami, nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndalu të nxitohet për në xhami. Ka urdhëruar pejgamberi në hadithe të tjera që kur të shkohet në xhami të shkohet me sekine o vaqar, thotë me ecje të normale dhe pa nxitim dhe me ecje të kujdesshme, ecje të kujdesshme. Pastaj Imam Maliku rahimahullah transmeton i përmend argumente për këto nga libri i Allahut subhanahu wa taala. Që qëllimi për to nuk është nxitim të vrapim apo diçka tjetër. Çka thon inma sa'i fi kitabillah al-amal wal-fi'l. Nga se sa'i përmendur në librin e Allahut subhanahu wa taala, qëllimi për ta është veprimi dhe puna. Veprimi me puna, çka thon Allah subhanahu wa idha tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha. Thot edhe kur të kthehet qëllimi për munafikun, kur të kthehet mbrapa, sa'a fil ard. Vepron në tokë që të bën zarar, të bën fesad në tokë. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ai që të erdhi duke është për atyre që e kanë frikë Allah subhanahu wa taala. Të erdhi jo duke nxituar, se ka qenë i verbër ai që ka pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që është hadithin në ajetin surën Abasa, ose ka thonë thumma adbara yas'a, pastaj kthehet dhe nxiton dhe vepron atë. Ose ka thonë inna sa'yakum la shatta. Veprimet e juaja janë të ndryshme, siç në surën Lejl. Veprimet e juaja janë të ndryshme. Sa'i kjo qëllimi thotë. Prandaj thotë nuk është qëllim që të nxitohet në namaz, mirë po të shkohet në namaz. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال يحيى قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. أكمل. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: أكمل. قال مالك: ولا جمعة على مسافر. Tani Imam Maliku pranon një kaptin tjetër thotë çfarë do thotë nëse imami shkon në një ose ndalon në një fshat ditën e xumah gjatë udhëtimit, thotë është duke udhëtu, imami muslimanëve, udhëheci i muslimanëve është duke udhëtu dhe ndalet në një vendbanim, një fshat të vogël,
dhe është dita e xumos. Çfarë të veproj? Tash Imam Maliku ka përmend thotë nëse imami ndalet në një fshat që është obligim në të xhumaja, atë banorët e atij fshati falen bashkë me të. Kjo është sipas të mendimit të disa fukahave që xhumaja obligohet vetëm në vende të mëdha, dhe duhet të ketë mbi 40 vjet për të marrë pjesë në xhumo. Mirë po, mendimi më i saktë është që xhumaja falet edhe në vende të vogla, nga se xhumaja që është fal pas Medinës, nga se xhumaja siç e kem përmend ose nuk e përmend në fillim fare, xhumaja ka filluar së pari të falet pasi që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka shkuar në Medinë. Në Mekë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka falë xhumon. Mirë po në Medinë është bërë obligim xhumaja dhe pas xhumos që ka falë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, është falë në një fshat të vogël të Bahreinit. Në fshat të vogël të Bahreinit është falë xhumaja. Dhe kjo është argument që xhumaja falet edhe në vende të vogla. Pastaj Imam Maliku pastaj përmend nëse vjen dikush falet në një vend që s'është obligim xhumaja, duhet me fal drekën e këto. Këto janë mendime për aty që e thanë që nuk bën të falet xhumaja përveç se në një vend të madh. Allahu e di më së miri. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. نعم. إمام مالك përmend një kapitull ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. Çfarë ndodhet për një orë që është në ditën e xumos. Për një orë që është në ditën e xumos, tani na tregon çfarë është ajo orë, çfarë është ajo punë në ditën e xumos. Transmeton hadithin nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka përmend ditën e xumos dhe ka thonë në të është një orë të cilën nuk ndodh që një musliman ta gjej duke duke u falur duke e lutë Allah subhanahu diçka përveç se Allahu t'ia jep atë. Përveç se Allahu t'ia jep atë që kërkon. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë me dorë, ka thënë është e pakt. E pakt është e shkurt është ajo kohë. Qaimun yusalli në hadith qëllimi është duke qenë këmbë duke u falur, në këmbë duke u falur. Mirë po qëllimi me namaz këtu duke u falur është dua, nga se në esencë namazi, sala e ka kuptimin e duas. Transmetimi tjetër tregon se qëllimi është vetëm ne duke qenë në kam, duke qenë në kam duke bërë dua. Ekmil barakallahu fik. Assalamu alaikum. عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن هاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلقيت بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطية إلا إلى 3 مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إلياء أو بيت المقدس. أحسن الله عليكم. وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس. يشك.
قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن السلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن السلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن السلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن السلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي. فقال عبد الله بن السلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن السلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. نعم بارك الله فيك. Tani transmeton një hadith tjetër nga Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe mos u çuditni vllazni sa shpesh e dëgjoni Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, nga se ai ka transmetuar më shumë se 7000 hadithe nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kështu që nëse dëgjon shpesh emrin e Ebu Hurajras nuk është çudi fare. Edhe i ka ruajt shumë mirë hadithet nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thot kam shkuar thot për në Tur, në kodrën e Turit, aty ku Allah subhanahu wa taala ka fol Musa alayhi salatu wassalam. Dhe kam takuar Ka'b al-Ahbarin. Ka'b al-Ahbar, që kanë treguar më herët që ka qenë prej jehudëve dhe ka pranuar Islamin, ka qenë prej jehudëve të Yemenit. Rahimahullah. Thot kam qëndruar me ta dhe ai më fliste për Tevratin. Edhe unë i kam folur thot për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot edhe prej haditheve që i kam treguar thot i kam thënë se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dita më e mirë në të cilën ka nindur dielli është dita e xumos. Thot në atë ditë është krijuar Ademi. Në atë ditë është zbritur nga xhenneti. Në atë ditë Allah ja ka falë gjunohin atij, ja ka pranuar tëubën. Në atë ditë ka vdekur. Dhe atë ditë do të bëhet kiameti. Thot ditën e xumos do ndodhë edhe kiameti. Dhe nuk ndodh thot, nuk ka shtaz përveç se dëgjon dhe friksohet. Dëgjon thot ditën e xhumo prej kur të lind dielli, prej mëngjesit derisa të lind dielli. Thot friksohet nga frika se do ndodh kiameti. Përveç gjinëve dhe njerëzve. Të gjitha hajvanat, këtë hajvanat tjerë thot, gjithë shtazët tjera friksohen dhe dëgjojnë mos po ndodh kiameti ditën e xhumo, përveç njerëzve dhe gjinëve. Thot në të thot është një orë që nuk ndodh ta arrijë një besimtar ta takoj një besimtar musliman, duke qenë duke u falur, duke lutur Allahun për diçka përveç që Allahu t'ia jap atë që ka thënë. Atëherë thot Kabi më ka thënë: a kjo është një herë në vit? Një herë në vit? Nga se ky shpërblim ka qenë madh. Ka menduar Kabi që ky ndodh vetëm një herë në vit. Unë kam thonë, jo, në çdo xhumo, bile në çdo xhumo. Atëherë Kabi thot është kthy dhe ka lexuar Tevratin. Edhe ka thonë të vërtetën e ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thot pastaj thot e kam pa pastaj thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, e kam pa Basra ibn Abi Basra al-Ghifari, një sahabi që ka pas edhe babën sahabi. Djali i baba ka qenë sahabi radhiyallahu ta'ala anhu. Më ka thënë prej nga po vjen, i thash prej Turit. Ka thënë po të kisha takuar më herët, para se të shkoj atje, do ta kisha ndaluar. Nga se pejgamberi sallallahu ka thënë nuk bën të shkohet për ibadet, për qëllimin e ibadeti, madhërimi, përveç se në 3 vende, në 3 xhamia. Në xhamin Haram, thot në Çabe, në xhamin time, thot në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në xhamin Ilia, që është në mes Beitul Maqdis, në Jerusalem, Quds, në xhamin Quds. Vetëm në këto 3 xhamia mund të shkohet me qëllim të mbash udhë, me marr udhtim.
ke qëllim udhtim për qëllim madhërimit Allahut subhanahu wa taala, bën të marrësh udhësh për qëllim zjarreti, ibadeti vetëm për Allah subhanahu wa taala në ndonjë vend, vetëm për këto 3 vende. Nuk bën të marrësh qëllim për ibadet, vetë se po shku me bë ibadet në një vend caktuar, përveç për në këto 3 xhamia. Nëse ke qëllim me marr udhtim për turizëm, udhtim për davet, udhtim për tregti, udhtim për vizitë familje, s'ka problem, mund të shkosh ku dosh. Mirë po, qëllim ibadet me shku me një vend për me bë ibadet, munis me kerr, me anije, me aeroplan, për një vend me shku me bë qëllim veç me bë ibadet në atë, shkohet vetëm në 3 xhamia. Në 3 xhamia, mirët udh vetëm për në 3 xhamia, ato janë xhamia e Çobës, Mesjidul Haram, xhamia e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe Mesjidul Aqsa. Xhami në Çobë nëse falësh kish problem për çdo namaz sa 100.000 namaze. Xhami e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sa 1.000 namaze dhe në Mesjidul Aqsa sa 250 namaze. Pastaj vazhdon Abu Huraira thot, pastaj thot kam taku Abdullah ibn Selami. Abdullah ibn Selami ka qenë prej rabinëve të jehudëve. Ka qenë prej rabinëve të jehudëve, prej dietarëve të jehudëve dhe ka pranuar Islamin, radiyallahu ta'ala anhu. Dhe i kanë treguar thot për ndajën tim me Ka'b al-Ahbar. Dhe për çfarë kanë treguar për ditën e Xumah. Dhe pastaj thot i kanë thënë që Ka'bi ka thënë a është kjo një herë në vit? Abdullah ibn Selami ka thonë, ka rajt se ka qëllu, thot Ka'bi. Pastaj thot e ka lexu Tevratin Abdullah ibn Selami. Dhe ka thonë është në çdo xhumë. Atëherë Abdullah ibn Selami ka thonë të vërtetën e ka thonë Ka'bi. Pastaj Abdullah ibn Selami ka thonë unë e di thot kur është ajo orë. Thot Ebu Huraira ka thonë më trego dhe mos e mbaj te vetja jote, mos u largo, mos e ruaj për veten tënde, mos e më tregu mua kur është ajo orë. Atëherë ka thonë Rasulullah sallallahu alajhi wasallam thot nuk ndodh që një besimtar të takoj atë duke u folur ka thonë Abdullah Sami, ajo është dita, pjesa, ora e fundit, ditën e Xumah. Ora e fundit, ditën e Xumah. Ka thonë, si është ora e fundit ditën e Xumah? E kur pejgamberi ka thonë që nuk ndodh që dikur të falet duke falur. A ka thonë Abdullah ibn Selami, a nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që kush ulet në një vend pret namazin, është në namaz derisa të falet. Ashtu ka thënë, i ka thënë Ebu Huraira, thotë ti nëse shkon për shembull në xhami ditën e Xumah para akşamit, është fal ikindija. Tash ka mbetur për shembull gjysore para akşamit, shkon në xhami. Nëse rrin në xhami dhe bën dua, e ke arrit këtë shpërblim. Kjo është mendimi më i saktë për atë se kur është ora ku pranohet duaja ditën e Xumahit, është ora e fundit e Xumahs. Thotë ato një orë para se me perëndu dielli, çatë kohë është më miri me nejt me bë dua në xhami. Nëse më miri është nëse rrin në këmbë dhe bën dua, nga se është sikurse duaja që përmend është sikurse namazi. Edhe nëse qëndron duke prit namazin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka se kush rrin në namaz duke prit namazin është sikurse të jetë në namaz. Ekmil barakallahu fik. Assalamu alaikum. باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. نعم. تاني إمام مالك thot الهيئة وتخطي الرقاب. Heja do të pamja ditën e Xumah. Edhe kalimi mbi qafat e njerëzve, dhe kthimi drejt imamit ditën e Xumah. To tri gjëra. Pamja e bukur ditën e Xumah. Ndalimi i kapërcimit përmbi
kokat njerëzve, qafë njerëzve në xhumo dhe kthimi nga imami ditën e xhumo. Është Yahya ibn Sa'id al-Ansari ka arritur nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka ditë me këtë transmetim është i ndërprer. Është mursal, është mursal. Nga se tabiini kur thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është mursal i ndërprer. Mirë, po ka në te Ibn Majah, Abu Dawud dhe Ibn Majah me i lidhur, është përmendur dhe sahabiu, është përmendur edhe sahabiu dhe hadithi është sahih, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë s'ka gjë të keqe për dikush për ju se të ketë dy rroba për ditën e xumë. Përveç rrobave që i ka për punët e tij. Atëherë muslimanët kanë pas pak rroba. Ka qenë varfëri. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nxit muslimanët që nëse kanë mundësi, s'ka gjë të keqe, që të kesh edhe dy pal rroba për xumë, që të veshur për xumë me një rrobë të veçantë, përveç rrobës që e ke për punë. Njerëzit kanë rroba që i përdorin për punë dhe rroba që i përdorin për namaz, për të qenë në formën më të bukur në namaz para kur të dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادهن وتطيب إلا أن يكون حراما. Naam, tani pra ashtu për pamjen e bukur, ka thënë Abdullah ibn Umeri nuk ka shku në xhumo përveç se i ka ly flokët, thotë që i ka ly flokët dhe ka vendos parfum, misk, thotë, përveç nëse ka qenë me ihram. Me ihram kur je nuk bën të vendosësh parfum. Përndryshe, sa ka shku në xhumo, ka bërë këtë veprim, do të thotë është veshur në pamjen më të bukur. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول لا يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد. السلام عليكم. لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. نعم. Imam Maliku transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu që ka thënë të falet dikush në gurët e harras. Harra janë gurë vulkanik që janë në Medinë. Medinë ka gurë vulkanik, nga se i ka ashtu është thotë në Medinë thotë që janë para xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mbrapa saj. Më mirë është të falësh në gurë vulkanik, në gurë. Sesa të ulët kur imami është duke mbajtur hutbën dhe kalon thot mi çafat njerëz thot. I kalon safat, kalon përmbi njerëz për të arritur më ul dikon. Më mirë është thot ku ti jesh, ndalo ato sesa ta bësh vetë veprim. Nuk bën ti ka përcjesh safat, dhe ti pengosh njerëzit. Po ashtu Imam Maliku ka thënë që prej sunetit të na është ata që njerëzit të drejtohen drejt imamit kur imami është don ta mbajë hutbën. Ata që janë drejt kiblës, ata që nuk janë drejt kiblës. Këtë njerëzit thotë duhet të drejtohen drejt imamit, ta shikojnë imamin kur imami e mban hutbën e mos të drejtohen dika tjetër. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. عن مالك عن ضمرة بن أبي سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة. قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. نعم. Tani, kjo është kaptina e fundit në librin e xumos, thotë çfarë leximi, thotë kiraeti, çfarë leximi ka bërë pejgamberi sa në namaz të xumos. Po ashtu ka përmendur ihtiba është thotë mi tubu
këmbët kështu, mi tubu këmbët dhe mi lidh me dur kështu. Me lidh kështu, thot mi lidh durt me këmbë në ditën e xumës. Edhe kush e lën xumën pa arsye. Kush e lën xumën pa arsye. Tani po tregon hadithin nga Nu'man ibn Bashir thot se çfarë ka lexuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ditën e xumës, pasi që e ka lexuar surën Xumah. Nga se ditën e xumës atëherë ky ka thënë, e ka lexuar hal ataka hadithul ghashiya. Thot e ka lexuar, ka pyet çfarë ka lexuar pas surës Xumah, ka thënë e ka lexuar surën ghashiya. Thot ditën e xumës është sunet të lexohet sura Xumah bashkë me në recitatën e parë, në recitatën e dytë sura al-Ghashiya, apo të lexohet suraja al-A'la në recitatën e parë, sabbih isma rabbikal a'la, në recitatën e dytë suraja al-Ghashiya, apo të lexohet në recitatën e parë sura al-Jumu'ah, në recitatën e dytë të lexohet suraja al-Munafiqun. Të lexohet suraja المنافقون أكمل بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. الله المستعان. الله المستعان. Një hadith tjetër që ka të bëjë me ata që e lënë xumën, ka thënë që Safani që thot një hadith që është sahih, do thotë që ka transmetuar Safani me Malik, që ka thënë nuk e di e ka transmetuar nga pejgamberi sa apo nga tjetër poshtë, mirë, kjo është tabinëve që pejgamberi sa ka thënë kush e lën xumën 3 herë pa arsye thotë dhe pa smundje. Thot s'ka arsye, as është si smut, as nuk ka arsye. Thot Allahu thot ja bllokon zemrën. Ja bllokon zemrën. Kjo është prej atyre që e lën xumën, nga se pejgamberi sa ka ndaluar urdhri i Allahut subhanahu wa taala që kur të thirrët namaz për xumën të shkohet në namaz. S'bën të lihet xumaja. Bën të lihet xumaja thot. Dhe kjo është si dënim për ata. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka thonë me një hadith të vërtetë, ose të thonë do të ndërprejnë disa njerëz lënien e tyre të xumave, ose Allah subhanahu wa taala do t'ja bllokojë atyre zemrën, ose Allah do t'ja bllokojë atyre zemrën. Prandaj muslimani nuk bën qëllimisht ta lejë xumën. Përveç nëse ka arsye, se më është udhëtar, është smut, ose është gruaja nuk e ka obligim xumën. Ndërsa burrat që janë në vend, nuk janë udhëtar, nuk janë të smut, e kanë obligim namazin e xumës. Duhet të mundojnë të bëjnë çdo gjë, të lënë punën dhe të falin namazin e xumës. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. Tani Imam Maliku tregon se hadith vërtet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mbajt 2 hutbe, dhe është ulur në mes të tyjeve, është ulur në mes të 2 hutbeve. Xhumaja mbahet me 2 hutbe, thot imami i mban hutben e parë, e mban duke qenë në këmbë. Pastaj ulet, pastaj e mban hutben e dytë. Dhe duhet me ditë që qëndrimi në këmbë në hutbe është prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që hutbja mos të jetë e gjatë. Mos të jetë hutbja e gjatë, po të jetë e shkurt. E shkurt dhe kuptim plot. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtetë ka thënë: "Inna qisara al-khutbati wa tul as-salati ma'inatun min fiqh ar-rajul." Vërtet, shenjë e fikut të një njeriu, shenjë e fikut të kuptimit të fortë të fesë të Allahut subhanahu wa taala një njeriu është që hutben ta maj të shkurt e namazin ta maj të gjatë. Muslimi Allah shpërblet për leximin, barakallahu. Thotë hutben ta maj mundesh me dal. Dhe hutben ta maj të gjatë. Hutben ta maj të shkurt dhe namazin ta mbaj të gjatë. Kjo është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë mënyrë ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka treguar që
urtësi dhe kuptimi i fesë Allahut është kjo. Nuk është kuptimi i fesë të mbahet hutbja gjatë. Nuk është kuptimi i fesë të mbahet hutbja gjatë, të mbahet hutbja gjysmore, 40 minuta, 1 orë, që veprojnë në disa vende fatkeqësisht. Por hutbja duhet të jetë e shkurtë, kuptim plot, 10 minuta, 15 minuta mjafton. 10 minuta, 15 minuta mjafton të mbahet hutbja dhe kur mbahet hutbja në këtë mënyrë, pastaj namazi të falet më gjatë. Se disa çka bëjnë? E marrin hutbën gjatë e namazin e marrin shkurt. Jo. Hutbja do të mbahet më shkurt, namazi do të mbahet më gjatë. Allahu di mas miri, wallahu tabaraka wa ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Bi'idhnillah dhe nesër në të njëjtën kohë do të kemi mësimet. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.